E dyta është që prej 13 vitesh, kjo qeveri nuk ka bërë asnjë hap, madje e ka ndërlikuar këtë proces me një vullnet për të mos arritur marrëveshje, jo për të bërë marrëveshje. Është një proces i vështirë apo jo, zoti Bukçi? Pra, sjellim në vëmendjen e publikut se kjo nuk është një çështje e javëve të fundit apo e vitit të fundit, por është një çështje më e hershme, e cila ju mund të flisni fare mirë për të, duke pasur parasysh të gjithë rrjedhën se si ka nisur kjo çështje dhe si është duke vijuar. E vërtet që është një proces kompleks dhe i vështirë, por është një proces që duhet kryet. Patjetër. Është kështu apo jo? Po, bijem Me gjithë dhënë dakord me shinje, këtë. ti duhet ulesh dhe të biesh dakord për vijën ndarëse të ujërave territoriale, për zonën ekskluzive ekonomike dhe kështu me radhë. Pra është diçka që duhet ndodhë. A keti vullnetin dhe interesin për ta kryer në të mirën publike? Se po flitet për pasuri publike, për territorin e Shqipërisë, për të mirën publike. Ti duhet kesh këto parime bazë, dëshirën për të zgjidhur këtë problem, për të shërbyer të mirës publike, marrëdhënieve dyparçe e kështu me radhë. Tani, në 13 vite ne nuk e kemi parë qartazi këtë vullnet. Këtë mund ta themi se nuk kemi në vitet e para dhe mund të thonë njerëzit prit t'i japim kohë kësaj qeverise se sapo erdhi në mandatin e 4, ti ke pasur kohë më se të mjaftueshme për ta treguar vullnetin tënd dhe e ke treguar duke mos bërë marrëveshje. Madje duke u sjellë dhe në një mënyrë as pak dinjitoze, që nuk i shërben asnjë interesi, se interesi i çdo vendi është që ta ketë të qartë vijën ndarëse me fshinjë dhe mund të shfrytëzojë burimet që ekzistojnë pasaj në territorin e tij.